Mbretëria e Bashkuar pritet të marrë rolin drejtues në një nga projektet më ambicioze të mbrojtjes në Evropë, teksa kryeministri britanik Keir Starmer do të prezantojë në samitin e NATO-s në Ankara një plan investimi prej 50 miliard eurosh për zhvillimin e raketave me precizion të lartë dhe rreze të gjatë veprimi. Sipas njoftimit të qeverisë britanike, iniciativa synon të rrisë ndjeshëm kapacitetet ushtarake të aleatëve evropian gjatë 10 viteve të ardhshme, duke forcuar aftësitë parandaluese dhe mbrojtëse të NATO-s përballë sfidave të reja të sigurisë. Starmer do të zhvillojë një takim me rreth një duzinë liderash evropian ku pritet të konfirmohet angazhimi për investimin shumëvjeçar, i cili do të financojë zhvillimin e sistemeve moderne të goditjes së thellë. Sipas planit, NATO synon të pajiset me armë të avancuara që do të jenë në gjendje të godasin objektiva me saktësi të lartë në distanca prej të paktën 300 kilometrash, ndërsa disa sisteme do të kenë aftësi goditëse edhe përtej 2000 kilometrave. Autoritetet britanike e konsiderojnë këtë projekt një hap strategjik për modernizimin e mbrojtjes së aleancës, duke theksuar se investimet do të përmirësojnë ndjeshëm aftësinë parandaluese dhe do ta bëjnë NATO-n më të fortë dhe më të koordinuar në nivel evropian. Nisma parashikon gjithashtu zgjerimin e bashkëpunimit mes vendeve anëtare në fushën e teknologjisë ushtarake dhe industrisë së mbrojtjes, duke mundësuar ndarjen e ekspertizës dhe përshpejtimin e zhvillimit të sistemeve të reja të armatimit. Mbretëria e Bashkuar ka nisur tashmë investimet në këtë drejtim, duke planifikuar të shpenzojë 3 miliard pound deri në vitin 2030 për zhvillimin e armëve me rreze të gjatë veprimi. Ky program përfshin projekte të përbashkëta me Gjermaninë, si dhe iniciativën trepalçe Stratus, në bashkëpunimin me Francën dhe Italinë. Mbretëria e Bashkuar ka nisur tashmë investimet në këtë drejtim, duke planifikuar të shpenzojë 3 miliard pound deri në vitin 2030 për zhvillimin e armëve me rreze të gjatë veprimi. Ky program përfshin projekte të përbashkëta me Gjermaninë, si dhe iniciativën trepalçe Stratus, në bashkëpunim me Francën dhe Italinë.